Ajo ka qenë besa e preferuar e gjyshit, madje ai me përkëdheli e thërriste edhe supermbesa. Valbona, mbesa Enver Hoxhës, ka qenë një nga vajzat më të bukura të bllokut. Kudo që ajo shkonte tërhiqte pas vetes shikimin e djemve. Valbona më pas është martuar me një nga avokatët më të mirë në Shqipëri, i cili ka një nga studiot më prestigjose. Çiftit i erdhën në jetë 2 fëmijë dhe kur çdo gjë dukej se po shkonte mirë, burime pranë çiftit thanë se ato u divorcuan. Mbesa e Enverit mori 2 fëmijë dhe u nis për në Austri, ku filloi një jetë të re në Vjenë. Në rrjetet sociale, ajo ruan plotësisht privatësinë dhe në asnjë moment nuk e ka ekspozuar jetën e saj dhe as atë të fëmijëve, por çdo gjë u mësua fare rastësisht nga publikimet zyrtare që bëhen në faqen online në Vjenë të profesionistëve. Aty rezultoi se mbesa Enver Hoxhës, Valbona, punon si terapiste për çiftet që kanë probleme në martesën e tyre. Ajo ka klinikën e saj me disa të punësuar, ndërsa vetë është e fokusuar te psikologjia e këshillimit të çifteve që kanë probleme në jetën e tyre martesore. Ky është një nga profesionet më të paguara në Vjenë dhe fitimet janë teje të larta. Jo rastësisht, pranvera është fokusuar te ky biznes. Duket se mbesa Enverit nuk e ka zgjedhur rastësisht Vjenën për të jetuar, pasi aty jeton edhe halla e saj, Pranvera Hoxha.